Avokati Edmond Petraj ka deklaruar se ish-presidenti Ilir Meta ka shfaqur agresivitet i jashtëzakonshëm në bllokun e sigurisë ku është mbajtur në Tiranë menjëherë pas arrestimit. Zoti Meta do që t'i shmanget dënimit. Kalvari do t'jetë shumë i gjatë, por dënimi ka mundësi që të marrë një drejtim tjetër. Edhe në dhomat e izolimit është shfaqur një agresivitet i jashtëzakonshëm. Ka pasur dhe ndërhyrje të mjekëve dhe specialistëve në institucion, tha Petraj. Ai është ndalur dhe te kërcënimi drejt për drejt që Ilir Meta i ka bërë në nisje të gjyqit ditën e sotme me Altin Dumanit, kreu të SPAK-ut, teksa e kishte përballë si përfaqësues të akuzës. Edmond Petraj tha se në karrierën e tij nuk është ndeshur me një rast të tillë ku personi i akuzuar apo arrestuar të kërcënojë direkt prokurorin. Në seancën e sotme gjyqësore në gjykatën e posaçme, Meta dhe kryemadhi ndodheshin në të njëjtën sallë. Mësohet se Meta i është drejtuar me fjalë fyese shumë të rënda kreu të SPAK-ut Altin Dumani, i cili qëndronte krah dy prokurorëve të tjerë të dosjes së Metës, Sotir Klapi dhe Arben Kraja. Mirëpo për Monika Kryemadhin, në deklaratën për gazetarët jashtë ambienteve të gjykatës, kjo nuk ishte as pak e tepruar, madje për të Ilir Meta duhet bënte më shumë. Nuk dihet çfarë do të ndodhë në vazhdimsi me ish-presidentin, pasi ky i fundit ka shfaqur agresivitet shqetësues, jo vetëm në ambientet e izolimit në bllokun e sigurisë në zonën Minepeza në Tiranë, ku mbahet për 72 orë, por edhe në sallën e gjyqit ditën e sotme. A është ky një reagim i natyrshëm i tij apo strategji? Ka nga ata që aludojnë se mund të jetë kjo e fundit, që Meta mund të tentojë për t'i shpëtuar dënimit përmes një kartele mjekësore, si njeri me probleme në këtë drejtim.